إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله falënderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për Allahut që të na ruajë nga të këqijat e vetvetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë e udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humbë. Dhe kë e humbë Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzoj dhe drejtoj përposë themelin e tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ashtu siç dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I tij sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezër musliman, o ju motra muslimane, ki janë I frikën e Allahut të madhëruar me një frikë të denjë ashtu siç e meriton ai, dhe dijeni mirë se jeta jonë duhet shfrytëzohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne patëm fol javës së kaloi për vlerën e kohës, dhe se nëse u humbet këtë kapital të madh të jetës, këtë pasuri të madhe të jetës, se koha është vetë jeta jote, atëherë ke humbur çdo gjë. Prandaj duhet të shfrytëzuar tham. Mirë po, për shfrytëzimin e kohës është edhe që të shfrytëzojmë disa gjëra në mënyrën më të duhur. Dhe prej gjërave që po na vijnë tashmë është edhe pushimet e verës, që njerëzit po mendojnë se ku ti çoj pushimet e verës, dikush në plazh, e dikush ku ta diun në vende që nuk e kënaqin Allahun. Prandaj besimtari duhet t'i ketë parasysh këto porosi që do t'i cek inshallah unë këtë hutbe. Porosia e parë që duhet të kesh ti ndërmend o vëlla musliman apo I motër muslimane, kur do të udhëzosh, udhëtimi yt të jetë vetëm për Allahun, për hir të Allahut, e jo për gjunahe. Shumica e udhëtimeve të profetit alayhis salam, të dërguarit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishin për ta kënaqur Allahun, dhe ato rrotulloheshin mes udhëtimit ose silleshin këto udhëtime mes udhëtimit në Mekë për haxh ose umre, për hajër, për mirësi, mes udhëtimit për të bërë migrim nga një vend I keq për një vend të mirë, silleshin mes udhëtimit për në luftra, për me luftu në rrugt të Allahut. Domethënë gjitha udhëtimet e profetit alayhis salam silleshin drejt asaj ose rreth me kënaqë Allahut, rreth kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ti të pushime që po I merr, kujto se për çfarë po I merr. Nëse ti këto udhëtime që po I merr janë për ta hidhur Allahun, për shku në vende haram, atëherë udhëtimi nuk ka vlerë. A nëse ti I merr për të kënaqur me hallalet e Allahut, me ato që ka bërë Allahu halal, atëherë je në rregull. Po kur arrihet kjo, kur ti shkon në një vend që s'ka harame, se po pati në një vend femra të zhveshura, siç janë nëpër plazhe, këtu nuk e ka arrit qëllimin kryesor për të cilin ke dalë. Prandaj mbaje mend mirë këtë porosi. Kur të dalësh për një udhtim, dil me qëllimin për ta kënaqur Allahun, po të kënaqet edhe veten, si kënaqet vetja. Sot Allah I madhëruar, Kul siru fil ardi fandhuru kayfa bada al khalq. Thuja Muhammed atyre njerëzve, udhtoni nëpër tokë dhe shihni se si ka filluar Allahu krijimin. Pra, kur ti të dalësh në një vend të bukur për të kënaqur bashkë me familjen tënde, bashkë me fëmijët e tu, kujto dhe vështro dhe shiko sa bukur I ka krijuar Allahu gjërat. Sa bukur I ka krijuar këto jeshilliqe, këto pemë, këto detra, nëse nuk ka haram, kuptohet. Të gjesh një vend që s'ka përzierje me shkuj ferma, aq më tepër që sot dalin të zhveshur Allahu na ruaj. Kështu që e para fare duhet të shohësh për udhëtimin ta bësh vetëm për hir të Allahut, që të shohësh çka krime të bukura ka bëu Allahu dhe kështu kënaqesh. Dhe unë po ju them diçka nga vetë ime, kur nuk udhëzoj diku me kënaq familjen time dhe veten time, më kënaq, shkoj në vende që s'ka përzierje. Po ka edhe bukuri dhe kënaqen vet, po edhe Allahu nuk e hidhroi. Se çfarë do bie pati ai udhtim kur ti kënaq veten po I dhron Allahun, krijuesin tënd. Porosia e dytë, në udhtim nëse nuk je I martuar,
në udhëtim mos u shoqëro me njerëz të këqij. Merr shok të mirë me vete. Merr shok të mirë me vete. Dhe le të jenë 3 veta më e pakta, pra që të jetë udhëtimi i mirë me shok të mirë, sepse shoku i keq të devijon, ashtu siç thot Aliu radiallahu anhu, shoku i keq të largon nga rruga e mirë dhe ti fiton prej tij veset e këqija. Prandaj mos u shoqëro me atë. Dhe profeti alayhis salam na ka qartësuar që ai i cili shoqërohet me një shok të mirë është si shembulli i atij që shkon në parfumeri për të marrë një parfum. Mirë po, kur shkon në parfumeri, ky nëse nuk merr parfum dhe nuk i pëlqen parfumi për ta bler, paktën çfarë ndodh? Nuk del nga parfumeria pa nuhat një herë të mirë nga parfumeria. Pra kështu është shembulli i shokut mirë. Është i mirë ai të jep, paktën të jep një shembull të mirë. Merr në përfitim. Kurse shoku i keq ta profetin e Islam është si shembulli i atij kovaçit apo farkëtarit i cili nëse rri afër ti ose do të djeg se me atë punë merret ai. Edhe nuk po themi që është punë e keqe puna e kovaçit apo farkëtarit, jo, as pak. Ama ideja është që ti, shembulli ky është, nëse ti rri afër ti do të djeg ose do të marrësh është keqe. Subhanallah. Prandaj besimtari gjithmonë e porosia e dytë është me u shoqëruar me shok të mirë dhe jo me shok të këqij, të cilët të nxisin për keq. Porosia e tretë është me ndjek rrugën e pejgamberit alayhis salam. Traditën e pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pëlqente të udhtonte mjes herët. Prandaj dhe ti, nëse nuk ke ndonjë angazhim dhe nuk të detyron situata për më udhëtu mbas dite, udhëto herët mjes, se këtu ka bereqet. Po ashtu profeti alayhis salam pëlqente që të udhtonte ditën e njëjtë. Nëse ti vetëm mos je në udhëtu ditën e njëjtë dhe nuk e ke ndonjë angazhim të tillë që të udhëtosh një ditë para apo disa ditë para, udhëto të njëjtën me zbatu këtë traditë profetit alayhis salam. Dhe tjetra, nëse je me shok, nëse jeni 3 të pejgamberit alayhis salam, pëlqente pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na këshillonte ta zgjedhim një të parë të grupit. Je 3 veta, të tretin një prej tyre zgjidhet si, domethënë po themi të parën e grupit që të shoqëroj dhe ose si menaxher po themi, pra ta menaxhoj situatën, jo çdo kush mendjet vet. Pra ka rregulla gjëja, domethënë që të jetë kënaqësia më e madhe. Porosia e katërt, ky udhtim që ti do bësh, le të kujtoj ty mirësinë e Allahut që ta ka dhënë ty. Se Allahu ka dhënë pasuri përderisa ta ka mësuar me udhtu diku, që duhet të kesh para, lek. Atëherë kujtoj çfarë mirësi ka dhënë Allahu që disa të tjerë nuk e ka dhënë. Ata rinë në shtëpitë e tyre dhe nuk mund të shijojnë këto mirësi që po i shijojnë ty. Prandaj, këto lek që i ke, mos i shfryzon haram, mos i harxhon haram. Se kështu e dhron Allahu subhanahu wa taala. Se ka të tjerë që si kanë këto lek harxhojnë halal, ta kënaqësh vetëm, të kënaqësh Allahun subhanahu wa taala. Porosia e pestë, ky udhtim që ti bën, le të shërbej ty si meditim, të meditosh, të mendosh se si dietarët e mëparshëm për të na sjellë fen neve, për të na sjellë një hadith profetit, një fjalë profetit, udhtonin muaj të tërë vetëm me mësuar një hadith. Kurse ti sot elhamdullah ke nëpër libra të shkruar dhe e lexon, e hap librin e lexon, e ke kollaj, ose ta thot imami, kaq thjesht. Kurse ata udhtonin me muaj vetëm me mësuar një hadith. Pra kujto sakrificat e tyre kur të udhtosh. Kujto se sakrificë kanë bërë ata për me rujt fenë Allahut, kurse ti nuk po bën asnjë sakrificë. Prandaj shkon atje, kur shkon në udhtim, gjithmonë hape librin. Ti et shoku i të libri. Po unë jam ovlla në udhtim, unë jam kam dalë për çef, jo, hapi një gjysore, nuk të kushton gjë. Lidhe me librin. Porosia e 6. Kur të udhtosh, gjithmonë ta kesh në mendje që me këtë udhtim unë inshallah do të ftoj disa njerëz në Islam. Pra, qollove në udhtim dhe qollove me disa njerëz të cilët ndoshta e shajnë Islamin, ndoshta të lëndojnë ty, të ofendojnë, kështu me radhë, nuk e din. Ti shfrytëzoje rastin, ata me i thirr. Ata tregoj si është Islami vëlla. Islami është ti nënshtrohesh Allahut. Islami është paqja. Ja shpjegon gjitha. Pra, këtë porosim mos haro. Pra me i thirr njerëzit në rrugt të Allahut, se kështu je i bereqetshëm kudo. Pra, jo se unë jam udhtim tash nuk do flas fare, jo. Do i thrasësh njerëzit. Të bësh si Isa alayhis salam. Kujto, Isa alayhis salam, Allahu më dhuroi thot: "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Mu Allahu tha Isa alayhis salam, që pejgamberi Zotit më ka bërë begat, të bekuar kudo që të jem. Domethënë, kudo që të jem, unë gjithmonë bëj hajër. Kudo që të jem, unë gjithmonë i thras njerëzit për mirë. Kështu bëu edhe ti. Je në udhtim, po kështu do të thotë që ti bësh edhe një punë tjetër.
të dha mundësia se nuk të kushton gjë me thirr 2 minuta, 5 minuta, 10 minuta, s'të kushton gjë. Edhe fiton edhe kënaqësinë e udhëtimit që u kënaqe, po e thirrë edhe një njeri shpëtove nga dyshimet, nga zjarri i xhenemit e kështu me radhë. Dhe porosia e 7 duhet të jemi kujdesshëm o vëllezër. Vallai se këto porosi duhet me marrë mirë mendje, duhet me avon veshin. Porosia e 7 më kryesorja, e kryesorja është e parë që me kënaqë Allahun, po edhe kjo është kryesore se këtu dallohet, domethënë, nga këtu e nxjerrim ne se duhet me kënaqë Allahun me këtë udhtim. Porosia e 7 gjithmonë mos harro librin e Allahut. Kur'anin, merr Kur'anin me vete, sepse kënaqësia e plot kur arrihet, kur kënaqesh me trupin tënd, pra relaksohesh me trupin tënd në udhtimin që po bën, edhe kur plotësohet, kur kënaqet edhe shpirti. Se po kënaq vetëm trupi dhe syri dhe veshi, nga bukuritë që ka parë, nga cicërimat e zojve që ka dëgjuar, kështu me radhë, po nuk është kënaq shpirti, ky udhtim është bosh. Prandaj, ke porosia është atë kujdesni, lexoj librin e Allahut. Pra nëse Allah i madhruar tha, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Tha vetëm me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Dhe kur të udhëtosh, mos udhëto në vende jo islame që ta prishin fen, ta prishin moralin, po udhëtove në vendet evropiane, atje ka zhveshje, edhe Shqipëri ka, pa atje është më keq akoma. Atje ka idhujtari që i bën shok Allahut, adhurojnë dikush tjetër ndër Allahut, më shumë se këtej. Prandaj dhe Allahu i madhruar i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Fala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum." Tha o Muhammed, mos të mashtrojnë ty, mos të tërheqin ty, mos të qoshin ty ato pasuritë e tyre që kanë, jo besimtarë dhe fëmijët e tyre. Se Allahu me këto pasuri dhe me këto fëmijë shumë që i ka dhënë, çfarë do Allahu me bë me këta? Me i dënuar. Po, jo besimtarët Allahu do me i dënuar. Pse? Se ata nuk e duan Allahun. Ata nuk e madhrojnë Allahun. Prandaj ti përpiqu gjithmonë kur do të udhëtosh, udhëto në një vend islam. Në një vend që ka musliman shumë dhe që është vend islam. E jo në vendet sado që bukur atje. Çfarë vlen bukuria e atij vendit kur në atë vend i dhurohet Allahu? Në atë vend ti mund marrësh nga edukata e atij populli, nga imoraliteti që kanë, nga mashtrimet që kanë, nga çdo lloj gjunahu që bëhet, Allahu na ruaj. Prandaj këto porosi mbajnë në mend. Pra 7 ose 8 porosi. Këto 7 porosi me mbajt në vath në vesh kur i themi në Shqipëri. Pra me kënaq Allahun, porosia e parë. Porosia e dytë me zgjedh shokun e mirë. Porosia e tretë me udhëtu siç udhëtonte pejgamberi sa herët. Porosia e katërt me këtë pasuri që të ka dhënë Allahu mos e shfrytëzo për keq, sepse ka tjerë që nuk e kanë fare. Porosia e pestë me këtë pasuri që të ka dhënë Allahu, domethënë me këtë udhëtim që po bën, kujto se dietarët kanë udhëtu udhëtime për çfarë? Për mësufen, e jo për qef. Kujto, pastaj porosia e 6 që duhet ta kesh kujdes, ta kesh vath në vesh, që kujdes me Allahun, me urdhrat e tij. Pra kujdes me e thirr njerëzit në rrugt të Allahut. Kujdes me e thirr njerëzit në rrugt të Allahut. Kujdesu gjithmonë, gjej rastin, folo aty. Dhe porosia e 7 pra me lexu Kur'an, sa të mundesh, se me këtë qetësohet zemra. Dhe nëse mund ta fusim me këtë, porosia e 8 mos udhëto në vende që ta prishin fen. Udhëto në vende që ti do kënaqesh dhe të kthesh me mirësinë në vendin tënd, në shtëpinë tënde. E jo të kthesh atje duke marrë gjithë ato llumet që janë atje. Elus Allahu e madhruar që këto porosi që ja dhash sot, ti mbani vath në vesh, edhe të gjithë ne, pa përjashtim, edhe unë edhe ju, ti majmë vath në vesh, ti zbatojmë, ta kënaqim Allahun dhe kështu do të arrijmë atë shfrytëzim e kohës siç duhet. Përndryshe kemi humbur si në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahu na falë dhe na përmirësoft e të dobishme na i bëfto që tham alhamdulillahi rabbil alamin.